Bashk. Shpresoj që po më dëgjoni mirë. Po dëgjojmë shumë mirë. Faleminderit shumë që gjete kohë që është pjesë e programit tonë. Do doja të nisnim bisedën duke na treguar pak më shumë rreth organizatës së juaj. Atëherë mirë mbrëma, fillimisht i faleminderit shumë për ftesën. Unë jam doktoresha Bardaka, jam presidente e KOMSit, Organizata e Studentëve të Mjekësisë së Kosovës. Pra po filloj me një prezantim për KOMSin. KOMSi është një organizatë e studentave të mjekësisë në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë, e cila është anëtare e organizatave botërore të studentëve të mjekësisë, siç është EMSA dhe IFMSA. Struktura e KOMSit është kështu si vjen, është bordi ekzekutiv i cili përbehet nga 5 anëtar, bordi i zyrtarëve nga 11 anëtar dhe mandej bordi komplet anëtarëve që gjithsejt e arrin numrin 50 anëtar. Të gjithë këta studentë të mjekësisë të drejtimeve të ndryshme, mjekësi të përgjithshme dhe stomatologji. Sa i përket KOMSit, KOMSi funksionon si organizatë qysh nga viti 2011 dhe që nga atëherë është edhe anëtare e organizatave botërore siç është EMSA dhe FMSA. Kryesisht fokusin e ka në projekte lokale, por edhe në projekte të jashtme. Prej projekteve lokale mund të përmendi disa të cilat ne i realizojmë. Është për shembull kampanja në rrjetet sociale, siç ka qenë kampanja për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës, mandej ligjërata në shkollat e mesme dhe shkolla fillore, organizime vetëdijsuese dhe informative në shesh të Prishtinës, ligjërata dhe workshope për studentët e mjekësisë, pra aktivitete ekstrakurrikulare, të cilët i organizojnë studentët e mjekësisë në kuadër të KOMSit, të gjitha këto në mënyrë vullnetare. Sa i përket disa prej aktiviteteve të cilat i kemi pas rishtazi, kanë qenë Swiss Medical School, pra një konferencë një ditore e cila është realizuar me ndihmën e lidhjes së mjekëve shqiptar në Zvicër, të cilët janë kthyer në Kosovë për të dhënë kontributin e tyre për mjekët e rinj dhe studentët e mjekësisë, dhe në bashkëpunim me Fakultetin e Mjekësisë, pra me dekanatin, sepse është zhvilluar në hapësirat e dekanatit në Fakultet të Mjekësisë. Sa i përket disa prej ngjarjeve të cilat i kemi në vazhdim, domethënë të cilat jemi duke i organizuar tani, është konferenca internacionale për Alzheimer dhe demencë, e cila për herë të parë po vjen në Prishtinë në vitin 2026. Është një konferencë që e ka si temë neuroshkencën, por do të bashkojë studentë të mjekësisë, neuroshkencëtar nga e gjithë bota, mjek, specializantë dhe specialistë të fushës. Sa i përket projekteve të jashtme, po i quajmë kështu për shkak se të gjitha këto realizohen me ndihmën e IFMSA dhe EMSA. Është projekti i shkëmbimit të studentëve Skopje Exchange, ndër më të famshmit tek studentët e mjekësisë. Është një projekt i shkëmbimit profesional 4 javor, është individual, domethënë vetëm për një student të mjekësisë, me që rast kemi arritë të sigurojmë në vit diku 30 deri në 40 kontrata unilaterale me vende të ndryshme nga gjithë bota. Disa që ja vlen të përmenden kanë qenë në Kroaci, në Gjermani, pra një student i mjekësisë shkon për 4 javë në një nga klinikat e spitaleve në këto vende, edhe në një departament cilin ai vetë përcakton. E ka edhe një mentor atje. Kjo është një mënyrë shumë e mirë, edhe studenti fiton mjaft shumë nga ana profesionale, por edhe njihet me sisteme shëndetësore nga e gjithë bota. Çka kemi arrit si KOMS me bo këtë vit 2025, kanë qenë marrëveshjet bilaterale, me që rast e kemi pas një vizit nga një studente huaja, studente mjekësisë në Itali, që ka qenë për 1 muaj në repartin oftalmologjisë në QKUK, dhe është nda mjaft e kënaqur në përvojën e saj apo në eksperiencën e saj 4 javore. Kjo është pak a shumë gjithçka çka i përket KOMSit, pra është organizatë jo qeveritare. Sa i përket projekteve diçka më specifike, përmenda që ka qenë konferenca internacionale që po organizojmë tutje, por edhe këto projekte të jashtme që domethënë shumica studentëve të mjekësisë kanë interes shumë të madh për këto projekte të jashtme. Mirë, shkojmë me radhë, flasim për anëtarët e juaj, ju jeni doktoreshe, përmendet vetë dhe besoj që keni edhe shumë kolegë të tjerë, çu funksionon organizata në përgjithësi, pastaj do kemi mundësi dhe në pak minutat na tregoni më shumë detaje rreth këtyre projekteve që ju i përmendet. Patjetër, atëherë unë jam doktoresh, në bord i kemi edhe 2 doktoresha të tjera. Në fakt mandati i bordit është 1 vjeçar, edhe ashtu ka ra puna që disa prej nesh me qenë të diplomuar, për ndryshe është total organizatë e studentëve të mjekësisë. Kemi edhe aktivitete që i përfshin edhe mjekët e rinj,
por fokusin kryesor e kemi tek studentët e mjekësisë. Përmenda që kemi bordin ekzekutiv prej 5 anëtarëve, edhe kemi bordin e zyrtarëve. Ne fokusohemi në ide të cilat janë pak më kreative dhe për të cilat dhe gjithashtu mund të sigurojmë fonde, pra janë financiarisht të mundshme për realizim dhe me ato projekte zakonisht funksionojmë. Krijohen grupe punuese prej 3-4 zyrtarëve ose 3-4 studentëve të mjekësisë dhe pastaj ma provim të bordit realizohen. Mirë shumë, ndërkaq që në mesin e gjitha këtyre aktiviteteve që ju përmendët, sa është e rëndësishme për studentët e mjekësisë që ta kenë një organizatë e cila le them është e dorës gjatër mes tyre dhe jetës studentore, por edhe këtyre aktiviteteve që janë shumë të rëndësishme krahas studimeve? Me që KOMS si organizatë funksionon qysh herët që nga viti 2011 dhe prej atij vitit se fillon, domethënë ka filluar të urritë edhe më shumë si organizatë, mendoj që është shumë e rëndësishme sepse kjo pak i ndihmon studentëve me dal nga pjesa teorike, mu marrë me workshope praktike, edhe mu marrë me aktivitete ekstrakurrikulare, po gjithashtu edhe ndihmon me pas rrjedhim, qoftë me student kosovar, por edhe me student të huaj, me kriju kontakte me profesor, me student, ju ndihmon mjaft shumë në jetën e tyre profesionale. Mirë, besoj që i përmendëm më herët, që pse kthehemi te ato projekte që i përmendët, qysh kanë shku, edhe sa është vështirë kështu, se po e mendoj sa keni edhe përkraje tjerëve që me sjell këto projekte në dritë. Normal, përkrajen zakonisht e kërkojmë të institucionet e shtetit, përkrajen shumicën e kohës e kemi marrë prej Odës së Mjekëve të Kosovës për realizim të këtyre projekteve, por edhe të tjera. Është pak e vështirë sa i përket pjesa financiare, mirë po me vullnet të studentëve, po mendoj që realizohen shumica, do me thonë 90% e tyre, çka kemi mundësi edhe me bo. Sa i përket pjesës studentët e mjekësisë, do me thonë të gjithë edhe ata cilët janë zyrtarë edhe anëtar të KOMS-it, e krijojnë kohën e tyre jashtë studimeve për mu marrë me aktivitete dhe projekte të KOMS-it. E dim që studimet e mjekësisë janë mjaft voluminoze, por gjithsesi krijojnë kohë për me mujt me bo diçka pak më ndryshe, ka edhe aktivitete të tjera jashtë këtyre që janë edukative arsimore, ka edhe workshope praktike, me thonë kanë mjaft shumë interesim për mu marrë me punë ekstrakurrikulare. Mirë shumë, ndërkaq që në përgjithësi sa jeni të kënaqur me kushtet e juaja me cilat përballen çdo ditë si student mjekësisë, qoftë me infrastrukturën, qoftë me bashkëpunimet që keni më pastaj për pjesën praktike të tjera? Unë po mendoj që sa i përket kushteve, kushtet po ndryshojnë çdo vit. Unë që shoh personalisht është që po bohen çdo vit e më mirë. Studentët po kanë shumë më shumë mundësi praktike, qoftë në ushtrimet, qoftë në ligjërata, që ndryshon prej viteve të kaluara. Po shoh që po shkon drejt përmirësimit. Kushtet momentalisht nuk mund të them që janë të këqija, janë normale për çdo student që ka vullnet për me mësu tutje, edhe me organizimet tona, por edhe me organizimet cilat janë në kurrikul të fakultetit të mjekësisë, është, domethënë, po krijohet një kuadër mjaft i mirë sa i përket fakultetit edhe studentëve që dalin prej fakultetit të mjekësisë. Mirë, cilat do jenë planet, doktoresh, që ka me pas tash, fundi i vitit, edhe besoj që do të na tregoni diçka, ose thjesht edhe në fund vitit, po në fillim vitit, çka keni plan? Atëherë, si KOMS, unë mandatin e përfundoj në fund vitit, po patjetër që kujdesemi me bo gjithmonë organizimin tradicional që ka KOMS-i, që është KOMS-i Senta, me çfarë studentat e mjekësisë bashkohen dhe bojnë dhurata fëmijëve të cilat janë në klinikat të pediatrisë, madje ka pas raste që ju kanë bo dhuratave në për klinikat të tjera, infektive ose kudo tjetër. Mendoj që është si organizim mjaft i mirë, është tradicional i KOMS-it, që bëhet çdo vit në fund të vitit. Sa i përket organizimeve edukative arsimore, e kemi kongresin për Alzheimer dhe për demencë, që është diçka internacionale që po ndodh për herë të parë. Përveç KOMS-it, organizues është edhe Fondacioni Gjeladin dhe Gjufe Morina, po shpresoj që ka me qenë një hapësirë shumë e mirë për rrjedhim, qoftë për student të Kosovës edhe për të tjerë cilët vinë nga vendet e tjera të botës. Paka shumë që jeni në përmbyllje të mandatit të juaj, si do ta kujtosh
këtë mandat, cilat kanë qenë sfidat, e cilat kanë qenë sukseset që do t'i marrësh me veta? Atëherë për mu, kom se paraqet një rrugë mjaft gjatë, është më tepër se një mandat, për shkak se në kom së është viti jemi 4, cilin jam angazhu fillimisht si zyrtare, pastaj si pjesë e bordit. Paka shumë kur përmendet kom se për mu është si pjesa studimeve të fakultetit të mjekësisë. Jam shumë e kënaqur që kam vendosur me qenë pjesë e komsit edhe muj me thonë me shumë vendosshmëri që komsi është bo pjesë tamon e jetës, jo vetëm të studimeve, por edhe më tutje, se fillon me kriju kohë shumë e ma shumë për mu marrë me koms. Sa i përket sfidave, ka pas pak, në përgjithësi studentët kanë qenë të mirë kuptueshëm, edhe ne, do me thonë bordin ndaj tyre, kemi pas mirë kuptim. Sfidat muj me cek që kanë qenë vetëm financiare, pak kufizim i fondeve, për ndryshe ide ka pas për me kriju edhe projekte edhe më të mëdha. Mirë po, sukseset janë vetëm që studentët e mjekësisë kanë arrit me u angazhu edhe në aktivitete jashtë pjesës teorike, edhe tjetër është që çdo vete më shumë e pëlqejnë komsin edhe më shumë edhe kanë interes edhe më shumë u angazhu me koms, që ajo për mua është sukses në vete. Mirë, ne të falenderojmë shumë doktoresh, edhe përshpësoj shumë që jenën tjetër të kemi edhe në studio, dhe të flasim edhe më detaje, po jo vetëm juve, po edhe kolegët e juaj normalisht me diskutu rreth aktiviteteve të organizatës juaj. Ju falemderit. Atjetër, ju falemderit shumë për ftesën. Kënaqësi, falemderit shumë.